Mos t'i injoroni, këto shenja tregojnë se keni veshka të dëmtuara. Dëmtimi i veshkave shpesh kalon pa u vënë re, prandaj duhet patur kujdes. Dhimbja në pjesën e poshtme të shpinës konsiderohet si një ndër simptomat më kryesore dhe më të shpeshta të sëmundjeve të veshkave. Tharja apo kruajtja e lëkurës është po ashtu një simptom standarde e cila tregon se diçka nuk është në rregull me veshkat. Ndryshimet në urinë. Veshkat krijojnë dhe nxjerrin jashtë urinën. Për këtë shkak, gjatë sëmundjes së veshkave mund të vijë dhe deri tek ndryshimi në urinë, si urina me shkum, urina me gjak, urinimi i shpesh gjatë natës, apo rrallimi i urinimit e të tjerë. Ëndje në pjesë të ndryshme të trupit. Dëmtimi i veshkave çon deri tek grumbullimi i ujit në organizëm, gjë që shfaqet me ëndje të fytyrës, këmbëve, duarve, shputave e të tjerë. Lodhja dhe plogështia. Veshkat e dëmtuara prodhojnë më pak eritropoetin, e cila është një hormon që ndihmon në krijimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe me këtë rast vjen edhe mungesa e energjisë.